jep informacione mbi kontaktet dhe kontrollin që Elvis Doçi, një nga drejtuesit e grupit kriminal, kishte në Durrës. Doçi bashkë me krerët e tjerë vijojnë të jenë në kërkim. 7 persona, 4 prej tyre me rrezikshmëri të lartë janë arrestuar nga policia në Durrës, në Prangaran edhe Floben Smeqe dhe Xhevdet Plaku. Ky i fundit i aratisur nga burgu i Ankonës dhe i njohur me nofkën Akili. Ata u arrestua në një restoran pranë Gjirit të Lalzit, ndërsa disa prej tyre kishin me vete armë gati për qitje. Sekretarja për siguri në Bashkimin Evropian, Kaja Kallas, zbret në Kosovë pas Beogradit. Ajo ka shkuar vetë në veri për të parë në terren se çfarë mendojnë banorët atje për bashkëjetesën dhe dialogun. Përgjigja zonjës Kallas i erdhi natyrshëm në 2 gjuhë, edhe politikisht. Vijojmë gjërësisht me lajmet. Fatmir Mediu deklaroi se opozita do të bëjë çmos të faktojë krimet zgjedhore të Edi Ramës para Europës edhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në një bisedë që zhvillova pak më parë, kreu republikan tregoi se përse në fakt Europa po na përdor për të trembur emigrantët, si tha ai. Mediu tregoi edhe se përse amerikanët ende nuk kanë uruar Edi Ramën për zgjedhjet. Ky është një drejtim në të kundër, është një regjimi autokratik i cili ka vetëm interesa korruptive dhe kriminale në dëm të interesave shqiptarëve. Europa ka sot një problem të madh, ka nevojë për një histori sukses. Edhe do ta konsideroj histori suksesi zgjerimin në Ballkan. Deri para ca kohësh histori suksesi konsideroi Malizi, për vetë kompleksin e problemeve që ka Malizi me raport me Serbinë, me Rusinë e tjera, nuk është afër historisë suksesit. Qofse për shembull marr një nga aktorët kryesorë europian, po marr presidentin francez, i cili vjen dhe thotë, shiko, Shqipëria më shpejt se 2030 duhet jetë vendi i Bashkimit, është pikërisht Franca e cila nuk pranon zgjerimin e Bashkimit Evropian. Është pikërisht Franca që sajoi këtë tash gjetur Komiteti Politikave të Europës, ndryshoi metodologjinë dhe ngriti komunitetin politik, po. Ngriti komunitetin politik për të mos lejuar zgjerimin sepse thotë Europa duhet bërë ndryshe. Pra është një lloj sjellje që e cila është pa kuptim. Është pikërisht kancelari Merz i cili do të thonë nuk ka folur asnjë fjalë për zgjerimin dhe shumë skeptik në raport me zgjerimin. Dikush është suksesi si u tha në takimin e IDU-s? Ne kemi krijuar një lloj deterrance, pra një lloj frenimi të refugjatëve nga Afrika, se i themi që do shkonin në Shqipëri dhe nuk është pjesë e Europës. Pra, Shqipëria është gogoli për të mos shkuar, do të thonë refugjatët në Itali sepse mund t'i çojnë në Shqipëri. Kjo është, do të thonë, zgjidhja që i është dhënë problemit. Dhe kjo, padyshim për Italinë është një zgjidhje, është interesi i tyre, por nuk e di se sa zgjidhesh për Shqipërinë dhe kujt i shërben. Tashmë që Kris Lasivita e kreu misionin e tij sa i përket fushatës në Shqipëri, magjistarit siç e quajti zoti Berisha gjatë fushatës, ai ka mbetur diçka për të bërë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Ajo që dua të them është që marrëdhënia me Kris Lasivitën nuk ka që është një marrëdhënie 1 vjeçare, e cila do të vazhdojë në riorganizimin, funksionimin opozitar, por padyshim edhe ne në angazhimin ton me strukturat e Shtetit Bashkuar të Amerikës do të synojmë që të përcjellen atje të vërtetën në raport me Shqipërinë. Ka pasur një grup, do të thonë të ardhur nga ICITAP-i në Shqipëri. Po, edhe për këtë ka njoftuar edhe ambasada amerikane. U shoqërua me një njoftim të ambasadës amerikane që në WhatsApp do të thonë të njoftohen për çështje trafikut drogës e kështu me radhë. Pra ka një interes të Shtetit Bashkuar të Amerikës për luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit në Shqipëri. Po. Dhe mendoj që ky është një moment jashtëzakonisht i rëndësishëm. Nuk e di ndonjë nga ju e ka parë atë filmin Narcos, Shqipëria nuk ka shumë ngjashmëri në raport me atë film, në mënyrën si është zhvilluar. Me kanabis filloi dhe atje. Dhe u bën kontrolli më i madh i kokainës, kontrolli më i madh i shtetit, zgjodhen president, zgjodhen kryeministër, zgjodhen deputet. E njëjta situatë, do të thënë, duket e ngjashme. E kemi bërë një histori të tillë, diskutimin dhe bashkëpunimin me Odirin dhe institucionet europiane në vitin 2001 dhe kemi pasur sukses. Kjo histori suksesi duhet përsëritur. Faktet janë shumë herë më të forta. Spinimi që i bëhet lajmit se çfarë do ndodh me Sali Berishën është loja që ka bërë Edi Rama në të gjithë opinionin mediatik, politik dhe social shqiptar për të shmangur vëmendjen nga ajo që ka ndodhur me zgjedhjet.
zgjedhja e Sali Berishës është çështje e Partisë Demokratike dhe e tij. Nuk është çështje, domethënë, që bëhet primare sot. Primare sot është Shqipëria nuk ka zgjedhë lira të ndershme. Dhe ndërkohë forumet e Partisë Demokratike do të vendosin se cila do të jetë qasja me parlamentin shtatorin e ardhshëm. Pranimi mandateve dhe betimi deputetëve të rinj do të ishte njohja e asaj që Sali Berisha vijon ta quaj farsë elektorale. Për çfarë kryedemokrati u duk më i sigurt ishte vijimi i betejës parlamentare nga deputetët aktual, për aq seanca sa kanë mbetur deri në nisjen e pushimeve verore. Teksa ditët kalojnë, Sali Berisha vijon të denoncojë parregullsitë në zgjedhje, ndërsa kuvendi përgatitet për të pritur sërish deputetët aktual të enjten e ardhshme më 29 maj. Në një konferencë për mediat, lideri i opozitës tregoi se pavarësisht se një pjesë e deputetëve nuk do të kenë më një ulse në shtator, në seancat e mbetura do të vijojnë betejën e lënë në mes para zgjedhjeve. Nuk kam asnjë lloj frike se deputetët të opozitës nuk do i qëndrojnë opozitarizmit. Pas saj farsë elektorale ata do jenë dy herë më të motivuar për të qëndruar dhe për të denoncuar aty para shqiptarëve dhe botës të gjithë farsën e shëmtuar elektorale që ndodhi. Qartësia duket se është vetëm për pak javë, pasi kur pyetet për sjelljen e demokratëve në shtator, Berisha përgjithësinë e kalon te forumet e partisë, ku se do të jenë ato që do të vendosin nëse do të pranojnë 50 karriket në kuvendin e ri. Gjitha do vendosen nga forumet, por unë në modelin ose në presupozimin e pjesëmarrjes në parlament, votimit, deklarova që ne votojmë dhe do votojmë vetëm ato ligje që kanë të bëjnë me integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ky ka qenë. Unë nuk thash se a do marrim apo s'do marrim, por unë thash në rast se ne marrim, ne do votojmë vetëm këto. Kur kanë kaluar gati 2 javë nga zgjedhjet e 11 majit, Berisha pranoi se do të ketë edhe diskutime të brendshme mbi përgjegjësitë e demokratëve sa i përket rezultatit. Por në çdo kohë dhe çdo moment, unë kam vetdijen time se jashtë teorisë gabimit nuk del askush. Dhe keni bindur ju që Partia Demokratike pas luftës për paraqitjen ndërkombëtare të kësaj farse, pa diskutim që do bëj të gjithë diskutimet e brendshme për të gjithë problematikat, defektet, të metat. Bashkë me kërkesën për qeveri teknike, përsëriti edhe një herë se nuk ka ndërmend të lëshë karriken e kryetarit të partisë. Misioni im mbaron atë ditën kur shqiptarët të votojnë të lirë. Qytetarët duken më të bindur tek rezultati i thellë i zgjedhjeve parlamentare të 11 majit. Në qarqet e Elbasanit dhe të Fierit, ku Partia Socialiste thelloi dukshëm rezultatin, qytetarët shprehen se nuk ndihen aq të surprizuar sa vetë drejtuesit politik socialist në këtë qarqe. Qarqet e Elbasanit dhe Fierit nxorën rezultate në zgjedhjet parlamentare të 11 majit që befasuan edhe vetë forcën politike fituese, Partinë Socialiste. Nga 14 mandate që nxjerr qarku e Elbasanit, 10 i fitoi Partia Socialiste dhe vetëm 4 opozita. Ndërsa në Fier, fitoria e socialistëve ishte akoma më e thellë, 12-4. Ndërsa drejtuesit politik të PS në këto qarqe nuk e fshehin surprizën e këtij rezultati, duket se qytetarët ishin më të bindur. Në Elbasan, pas zgjedhjeve, ata shprehen se rezultati ishte i pritshëm, ndërsa një pjesë nuk duan të komentojnë. Befasoj rezultatin në këto zgjedhje? Po apo jo? Ja, a ju befasoj rezultatin zgjedhje? Jo, e pritshme ishte. Ju befasoj rezultatin në këto zgjedhje? S'duan të përmendsojnë. Ju befasoj rezultatin në zgjedhje? S'dua të flas për këtë. S'ke interes? Ja. Votove? Pa. A ju befasoj rezultati në këto zgjedhje për Elbasanin? Pse befasoj? Dihesh, shija, e prisë gjithë qyteti. Su befasove nga rezultati, e prisje që do fitonte Partia Socialiste? Apo s'ka si mendim? Sa kemi hallë. Ne votojmë. Kush do si të hyj, ne 140.000 lekë marrim. Të shti kush det fituj, kush det. Vetëm një pakic mendon se rezultati nuk duhet të ishte kaq i thellë. Prisja për shembull që raporti i këtyre deputetëve që do zgjidhen të ishte pak a shumë i prafort, jo kaq me kaq ndryshim.
Edhe në Fier qytetarët shprehen se ishin të bindur në fitoren e Partisë Socialiste, por thuajse të gjithë shprehen se nuk e pristin një rezultat kaq të thellë. E prisit të rezultat kaq të thellë midis partive? Jo, nuk e prisja kaq të thellë. Drejt modeli, po. Bilet për Fierin thosha 10, maksimumi 11. A mori 12. Nuk më pëlqeu fare. Është gjyna që po bëhen këto gjëra. E prisit të rezultat? Jo, nuk e prisja. Jo, ka ishte të thellë për forcën që fitoj. Jo, personalisht jo. Një popull që surprizon veten dhe përfaqësuesit e tij në politik, apo sistemi zgjedhor në Shqipëri te kaloi pritshmëritë edhe të vet fituesve. Kjo mbetet për tu parë. Pas një seance maraton gjatë së premtes, gjykata e posaçme vendosi të lërë në fuqi masat arrest në Burg për 11 të ndaluarit e operacionit Ura, të cilët dyshohet se janë pjesë e një grupi kriminal që trafikonte drogë në disa shtete të botës. Masa më e butë është caktuar për avokatin Armand Tragaj, për Erviz Detin dhe Bexhet Memën. Në dosjen e zbardhur nga A2 CNN evidentohet se për trafikun ndërkombëtar të drogës, bosët e grupeve Adi Çoba, Erigel Spresi, por edhe Gertin Aliu kishin pika të forta kontakti në përporte. Nga përgjimet telefonike dhe vëzhgimet rezulton se Gertin Aliu, i cili merrej me dërgimin e lëndës narkotike, ndihmoi shpesh nga operatorët portual që e mbanin drogën më vete, për të shmangur kontrollet dhe për t'ia dorëzuar më pas shoferëve të kamionëve. Një pjesë të mirë të informacioneve në lidhje me grupin e drejtuar nga Xhevdet Troplini, i njohur si Poja, e ka dhënë edhe i penduari i drejtësisë Nuredin Dumani, i kthyer në bashkëpunëtor të drejtësisë. Xhevdet Troplini me novkën Poja është më i rëndësishmi, më pas vjen nipi i tij, djali i motrës, visi i Pojës dhe djali Fatmir Troplini, thot Dumani në dëshminë e tij. Bashkëpunëtori i drejtësisë tregon se kishte kontakte personalisht me të akuzuarit dhe se ata i kishin treguar se mund ta fusnin drogën në zonën e Kalabris, pasi kishin kontakte atje. Nga operacioni i përbashkët mes SPAK dhe autoriteteve italiane u vu në pranga 42 persona, ndërsa 10 të tjerë, mes tyre krerët e grupit kriminal, mbeten ende në kërkim. Kalojmë në informacionet të tjera. Shkollat profesionale në Vlorë diplomojnë çdo vit 200 deri në 250 student, që ndryshe mund të cilësohen edhe si punonjës apo profesionistë të kualifikuar. Por kjo shifër përmbush vetëm gjysmën e kërkesës vjetore që kanë bizneset e Vlorës për këtë kategori punonjësish. Arsimi i mesëm profesional dhe nxënësit që diplomohen në këto shkolla po shikohen si mundësia vetme për bizneset e qytetit të Vlorës, për të siguruar specialistët e nevojshëm në subjektet e tyre. Sipas drejtorit të shkollës së dytë profesionale industriale në Vlorë, ky qytet regjistron numrin më të lartë të nxënësve që vinë nga 9-vjeçarja dhe dëshirojnë të ndjekin arsimin profesional. Kemi shifrat e nxënësve të klasave të 9-ta, kemi tashmë edhe një strukturë në shkollë e cila merret vetëm me promovimin. Dhe ne i dim të gjitha këto shifra dhe unë sot them që nëse në rang kombëtar Shqipëria është rreth 20% në arsim profesional, qyteti Vlorës ka rreth 27-28% nxënës të 9-vjeçarëve që zgjedhin arsim profesional. Por megjithëse regjistrimet janë në pikën maksimale, kërkesat e biznesit në Vlorë për staf të kualifikuar përllogaritet sa 2 fishi nxënësve që diplomohen në shkollat profesionale. Vetëm qyteti Vlorës, pa u zgjeruar më tej, ka nevojë për 2 fishimin e numrit të nxënësve të shkollës tonë. Ne vërtet kemi një numër nxënësish, por ne kemi 5 dek dhe këta nxënës kemi 4 vite dhe 5 drejtime, që numri i nxënësve tonë pjesëtohet me 20. Për të thënë se sa specialistë çdo fushë nxjerrin çdo vit, nxjerrim 20 mekanik, 20 IT, 20 servis makinash e kështu me radhë, gjë që janë fare të papërfillshme, vetëm investimet e reja i 300 nxënës, ndërsa aktualët nuk kanë me zhvillimet që ka qyteti Vlorës ne kemi të paktën 2 fishim, duhet kemi 2 fishin e nxënësve që të plotësojnë gjithë kërkesat. Për shkak të kësaj kërkese, pritet që së shpejti të nisë projekti i ndërtimit të kampusit profesional në Vlorë, i cili përveç se do të shtojë numrin e nxënësve, do të ketë edhe kushte dhe praktik më bashkohore sipas profesioneve.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme, Kaja Kallas, shkoi në veri të Kosovës për të parë me sytë e saj situatën atje. Ajo tha se shqiptarët dhe serbët thonë gjëra të ndryshme për këtë rajon, prandaj ishte rëndësishme të bisedonte vetë me qytetarët në veri. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Kaja Kallas, vizitoi veriun e Mitrovicës për të parë, siç tha ajo, me sytë e saj, realitetin në këtë pjesë të vendit. Ajo fillimisht qëndroi në gjykatën themelore të Mitrovicës për të kuptuar sfidat që kanë institucionet e drejtësisë pas largimit të gjyqtarëve serb. E shoqëruar edhe nga i dërguari i posaçëm për dialog Peter Sorensen dhe ambasadori i Bashkimit Evropian Aivo Orav, Kallas u prit nga Albert Zogaj, kryetari i Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe gjykatës të tjerë. Më pas, Kallas pati një takim edhe me përfaqësues të strukturave arsimore që veprojnë në veri sipas sistemit paralel serb, e që nuk njihet nga Prishtina zyrtare. Është e rëndësishme të jesh e pranishme këtu në veriun e Kosovës, në mënyrë që të vëzhgosh drejt për drejt situatën dhe të kuptosh narrativat e ndryshme që po qarkullojnë. Të qenut në terren na lejon të dëshmojmë nga afër se çfarë po ndodh në të vërtetë dhe të dëgjojmë atë që njerëzit vetë po thonë. Unë vizitova gjykatën e cila është funksionale, megjithse ende po pret kthimin e gjyqtarëve serb. Gjithashtu u takova me përfaqësues lokal të shkollave për të kuptuar më mirë sfidat aktuale. Të flasësh drejt për drejt me njerëzit dhe të shohësh situatën me sytë e tu është thelbësore për të krijuar një panoramë të saktë. Kallas tha se shqiptarët dhe serbët thonë gjëra të ndryshme për situatën e veri, por shtoi se ndërkombëtarët japin një pasqyrë të saktë të situatës. Njëra palë po thot një gjë, pala tjetër po thot diçka tjetër, por mendoj se forcat ndërkombëtare që janë këtu japin një pasqyrë shumë të përshtatshme dhe është gjithashtu e rëndësishme të flasësh me njerëzit në terren dhe pastaj mund të shohim çfarë më shumë mund të bëjmë në mënyrë që e ardhmja të jetë e begatë dhe e sigurt për të gjithë në Kosovë. Pas qëndrimit në pjesën veriore, Kallas u largua në drejtim të Maqedonisë së Veriut, duke përmbyllur vizitën e saj të parë në Kosovë. Dhe siguria e Kosovës është thelbësore për Europën, kështu deklaroi Kallas para personelit e Euleksit në Mitrovic. Aty ajo dha lajmin se këtij misioni është zgjatur mandati edhe për 2 vite të tjera, ndërsa apeloi sërish për krijimin e institucioneve të reja. Kaja Kallas deklaroi se një Kosovë e sigurt është thelbësore për të gjithë Europën. Pas takimit me komandantin e KFOR-it, Enrico Berduani, përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian, erdhi me helikopter në bazën e Euleksit në Mitrovic. Para trupave dhe personelit të misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit, Kallas konfirmoi se Euleksit do t'i zgjatet mandati edhe për 2 vite të tjera, për shkak të rolit të tij në sigurinë e Kosovës. Ajo përmendi reagimin në rastet e sulmit terrorist të Banjskës dhe dhunës 2 vite më parë si shembull të mirë, por dhe angazhimin në mbështetje të sundimit të ligjit dhe zbardhjes së fatit të personave të zhdukur nga luta e fundit. Nga Mitrovica, Kallas sërish përmendi krijimin e institucioneve të reja. Ju siguruat që prania e Bashkimit Evropian të ishte e dukshme në të gjithë Kosovën gjatë periudhave veçanërisht të tensionuara, ndërkohë që qetësonit qytetarët e të gjitha komuniteteve për sigurinë dhe mbrojtjen e tyre. Dje fola me udhëheqësit e partive kryesore politike këtu në Kosovë dhe i inkurajova ata të shfrytëzojnë momentin dhe të formojnë institucionet. Kallas lavdëroi dhe bashkëpunimin e Euleksit me KFOR-in si të qëndësishme për të siguruar një ambient të qetë dhe të sigurt për të gjithë qytetarët që jetojnë në Kosovë. Euleks është misioni më i madh civil i politikës së përbashkët të sigurisë dhe mbrojtjes dhe i vetmi që operon në Ballkanin Perëndimor. Kjo ndodh sepse një Kosovë e sigurt dhe e begatë është thelbësore për sigurinë më të gjerë europiane dhe është një dëshmi e përkushtimit të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës dhe rrugës së saj të anëtarësimit. Ajo njoftua për të gjitha kapacitetet e Euleksit në Kosovë, ndërsa vlerësoi për kontributin e këtij misioni edhe në zgjedhjet e 9 shkurtit. Kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës Albin Kurti ka shkarkuar nga detyra zëvendësministrin e administrimit të pushtetit lokal Arbër Vokri. Ky vendim vjen pas deklarimeve të tij se diplomat ndërkombëtar dhe përfaqësues të institucioneve ndërkombëtare, duke theksuar me emër shefin e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, ambasadorin Aivo Orav, me veprimet të tyre kanë nxitur trazira në veri të vendit.
Deklarimet e zotit Vokri nuk përfaqësojnë qëndrimet e qeverisë së Republikës së Kosovës, thuhet në njoftim. Lidhur me vizitën e shefës të diplomacisë të Bashkimit Evropian, Kaja Kallasi në Kosovë, ashtu edhe në Serbi, ne kemi pyetur analistët se çfarë kuptuan mes rreshtave. Dorajeti Meri tha se asgjë nuk ka ndryshuar nga e kaluara pavarësisht pritshmërive, ndërsa Arbnor Sadiku nënvizoi se mesazhi kryesor ishte fokusi tek normalizimi i raporteve përmes marrëveshjes bazike dhe aneksit të Ohrit. Ajo që ka përshirë që nuk ka ndryshuar asgjë nga e kaluara, ndonë se ka pas pritje që me leadershipin e ri të BE-s ose me ardhën e Trumpit në Amerikë mund të kenë ndonjë ndryshim sa i përket planit ose marrëveshjes franko-gjermane dhe kësaj të Ohrit, po vërejt që aty janë palë dhe si duket gjërat kanë shkuar shumë larg, saqë kjo marrëveshje nuk mund të ndryshohet, vetëm do të kërkohet zbatimi i saj. Dihet që mirë filli Serbia këtë gjë ka provokuar vetëm për ta stagnuar Kosovën, për ta lënë mbrapa në integrimin evropian dhe për të shërbyer agjendës ruse për destabilizim Ballkanit, sepse drejtat e serbëve në Kosovë janë drejtat më të mira të organizuara me kushtetutë. Marrëveshja e arritur në Bruksel dhe aneksi në Ohër është marrëveshje që duhet të zbatohet dhe është në fuqi, që në kupton se e njëjta do të jetë pikë referuese për të vijuar më tutje, dhe se e fundit që është më rëndësi, zonja Kallas dhe zoti Sorensen më herët e kuptojnë Kosovën më në fund me gjas si palë, dhe kjo është fort e rëndësishme në procesin e bisedimeve politike në mes të dy vendeve. Ndërkohë, Serbia dhe Hungaria thellojnë edhe më tej bashkëpunimin në fushën ushtarake. Presidenti Aleksandar Vučić, pasi dha urdhra për forcat armatosura kundër Kosovës, priti në Beograd kryeministrin Viktor Orban. Një takim i përzemërt dhe miqësor me Viktor Orban. Sot kemi konsultime një ditore në Beograd dhe po zhvillojmë një dialog strategjik mbi 4 tema të rëndësishme, si situata gjeopolitike dhe politika e jashtme, ekonomia dhe përmirësimi i marrëdhënieve tona, bashkëpunimi në sferën e mbrojtjes dhe sigurisë, si dhe në prodhimin ushtarako-industrial dhe partneriteti midis Serbisë dhe Hungarisë në të gjitha fushat e tjera, njoftoi presidenti serb Vučić. Më pas, foli në serbisht duke lavdëruar mikun e tij, me këtë të fundit që ja ktheu në anglisht dhe me një batut. Nuk flas serbisht dhe nuk kuptoj serbisht, nuk e di çfarë tha saktësisht, por çfarëdo që tha miku im Aleksandër është padyshim e vërteta. Unë i besoj atij 100%, tha Orban. Ndërkohë, Rusia hedh syt nga Kosova dhe vazhdon që ta përdorë për të justifikuar sulmet ndaj perëndimit dhe luftën e nisur kundër Ukrainës. Ministri i Jashtëm Sergej Lavrov në konferencën me titull Tokat historike të Rusisë Jugore, identiteti kombëtar dhe vetvendosja e popujve, pretendoi se perëndimi përdor standarde të dyfishta për rastin e Kosovës dhe për Krimen apo rajonet lindore të Ukrainës që janë aneksuar. Do not want to disrupt the legal framework. Ne nuk duam të prishim kuadrin ligjor të marrëdhënieve ndërkombëtare, kartën e OKB-s, por duhet të respektohet karta e OKB-s dhe ndërdidhja e saj dhe ajo duhet të respektohet në mënyrë gjithëpërfshirëse, plotësisht. Për shembull, flasim për kolapsin e Jugosllavisë. Perëndimi shpalli në mënyrë të njëanshme pavarësinë e Kosovës dhe më pas thanë se kjo është e drejta për vetvendosje. Edhe në atë kohë askush nuk kishte përdorur asnjë forcë kundër tyre. Kishte një rezolutë të Këshillit të Sigurimit të OKB-s që përcaktonte se Kosova ishte pjesë e Serbisë. Në atë kohë ajo ende quhej Republika e Jugosllavisë. Kjo ndodhi në shkurt të 2008-s, nuk ishte një situatë paqësore, sapo kishte ndodhur grushti i përgjakshëm i shtetit, i cili solli në pushtet juntën ushtarake në Ukrainë dhe menjëherë filluan konfliktin armatosur me njerëzit e tyre në Krime, sepse refuzuan të njihnin rezultatin e këtij grushti shteti. E njëjta gjë ndodhi në Donbas dhe kundër tyre filluan të përdornin avion luftarak. Ato bombarduan Luhanskun qendror duke përdorur avion luftarak. Njerëzit u dogjën të gjallë dhe pastaj populli i Krimes u përball me tash të quajturët trena të miqësisë ku militantë armatosur udhëtonin për atje. Dhe kur ata u ngritën kundër tij dhe bën një referendum, perëndimi tha jo. Nuk mund të jetë sepse është shkelje e integritetit territorial, po Serbia, por jo, kjo është një gjë tjetër, na thanë. Sepse në rastin e Serbisë është dërguar një çështje në gjykatën ndërkombëtare dhe ka vendosur që shpallja një pjesë të shtetit si të pavarur nuk kërkon marrëveshje nga autoritetet qendrore. Megjithatë, ende askush nuk dëshiron që ta njohë këtë. Who anticipated this?
Gjermania po bën çdo përpjekje për të ndaluar një marrëveshje të mundshme mes Trump dhe Vladimir Putin për reaktivizimin e gazsjellësit Nord Stream në Europë. Kancelari gjerman Friedrich Merz ka mbështetur planin e Bashkimit Evropian për të ndërmarrë sanksione të mëtejshme për Rusinë në fushën e gazit. Kancelari gjerman Friedrich Merz po mbështet aktivisht një ndalim të propozuar nga BE për tubacionet Nord Stream që lidhin Rusinë me Gjermaninë si një përpjekje për të ndaluar çdo mundësi që SBA dhe Rusi të riaktivizojnë lidhjet e gazit. Qeveria e Merz ka bërë të ditur se miratoi ndalimin si pjesë e raundit të ardhshëm të sanksioneve të bllokut kundër Rusisë për luftën e saj në Ukrainë. Sipas tre zyrtarëve të njohur me çështjen, kancelari kërkoi të shuante çdo debat të brendshëm në lidhje me meritat e një reaktivizimi të mundshëm, thekson Financial Times. Burime për median britanike nga ana biznesmenëve rusë dhe amerikanë të lidhur me Kremlinin që kërkonin të rifillonin tubacionet e gazit e shtyr Merz të fillonte diskutimet me zyrtarët në Berlin dhe Bruksel se si ta parandalonin këtë situatë. Shtimi Nord Stream në listën e sanksioneve të BE-s potencialisht heq një problem politik për të, than burime për Financial Times. Masa ndëshkuese janë gjithashtu një mënyrë që Merz të europianizojë fatin e tubacionit në vend që Berlini të përballet vetëm me presionin e mundshëm të SBA-s dhe Rusisë. Edhe pse nuk ka kontroll shtetëror mbi asnjë nga 4 tubacione që aktualisht janë të papërdorur pas shpërthimeve që dëmtuan 3 prej tyre në vitin 2022, Berlini do të duhet të japë një certifikim për çdo aktivizim të lidhjes së gazit. Kufizimet e BE-s do të synojnë Nord Stream 2 AG, entiteti e meselin në Zvicër që zotëron tubacionet dhe çdo kompani tjetër, ruse ose jo, që është e nevojshme për nisjen dhe funksionimin e saj, than burime të besuara për Financial Times. Ndërkohë, krijimi i një zone tampon në kufirin e luftës me Ukrainën është i papranueshëm për Kievin. Kështu është shprehur ministri i jashtëm Ukrainas në një reagim në platformën X. Ndërkohë, bëhet e ditur se nuk ka asnjë plan për ndonjë udhëtim të Vladimir Putin në Vatikan për negociata me përfaqësuesit e Ukrainës. Ukraina e kundërshton me forcë planin e udhëheqësit të Kremlinit Vladimir Putin për të krijuar një zonë tampon në kufi. Me anë të një reagimi në X, ministri i jashtëm i Ukrainës, Andriy Sybiha, ka vënë kusht të vitit të kaluar. Në të kundërt, Ukraina akuzoi Putin si gënjeshtar. Presidenti Volodymyr Zelensky ka thënë vazhdimisht se trupat e tij ende mbajnë pozicione në rajonin e Kurskut dhe në rajonin qendër të Belogorodit. Putin urdhëroi gjithashtu zhvillimin e menjëhershëm të një programi gjithëpërfshirës për të filluar ndërtimin e rajoneve kufitare të prekura nga luftime, përveç rajoneve Kursk dhe Belgorod. Kjo përfshin dhe rajonin e Bryansk. Ndërkohë bëhet e ditur se sipas zyrtarëve rus, aktualisht nuk ka plane që presidenti Putin të udhëtojë në Vatikan apo diku tjetër për bisedime mbi përfundimin e luftës kundër Ukrainës. Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, bën me dije se stafi rus është qëndruar negociata teknike, të cilat filluan javën e kaluar në Stamboll. Kryeministri i Izraelit ka reaguar ashpër ndaj Francës, Anglisë dhe Kanadas për idenë e tyre për krijimin e shtetit palestinez. Benjamin Netanyahu në një reagim për mediat thekson se Hamasi nuk do shtet por luftë me Izraelin. Ai shtoi se 3 vendet perëndimore janë në anën e gabuar të historisë. Nuk mund ta kuptoja kurse si. Kjo e vërtet e thjesht u shmanget udhëheqësve të Francës, Britanisë, Kanadas dhe të tjerëve. Ata tani po propozojnë krijimin e një shteti palestinez dhe t'i shpërblin ta vrasës me çmimin përfundimtar. Pra, për 18 vjet ne kishim një shtet palestinez de facto. Ajo quhet Gaza. Dhe çfarë morëm? Nuk morëm paqe. Ne morëm masakrën më të egër të hebrejve që nga Holokausti. Nuk do të habiteni kur të mësoni se Hamasi falenderoi presidentin Macron dhe kryeministin Starmer dhe Kearney që kërkuan që Izraeli të japë fund luftës së tij në Gaza menjëherë. Hamasi kishte të drejtë të falenderonte ata, sepse duke lëshuar kërkesën e tyre të mbushur me një kërcënim me sanksione kundër Izraelit dhe jo Hamasit, këta 3 liderë në mënyrë efektive thanë se duan që Hamasi të mbetet në pushtet. Ata duan që Izraeli të tërhiqet dhe të pranojë që ushtria vrasësve masiv të Hamasit të mbijetojë. Do të rindërtohet dhe do të përsërisë masakrën e 7 tetorit, përsëri dhe përsëri, sepse kjo është ajo që Hamasi është zotuar të bëjë. I them presidentit Macron, kryeministit Kearney dhe kryeministit Starmer, kur vrasit masiv, përvonuesit, vrasësit e foshnjave dhe rrëmbyesit ju falenderojnë. Ju jeni në anën e gabuar të drejtësisë, ju jeni në anën e gabuar të njerëzimit dhe jeni në anën e gabuar të historisë. Prime Minister Carney and Prime Minister